Një grua mund të jetë mjaftueshëm e fortë për të arritur që të jetë edhe në punë, që të jetë edhe duke studiuar, që të jetë edhe duke arritur karrierën e saj, mirë po gjithmonë në mbështetje, duke qenë mbështetur nga anëtarët e tjerë të familjes. Po që se nuk ka mbështetje nga anëtarët e tjerë të familjes në lehtësimin e punëve, në ndrimin e dytë brenda shtëpisë, atëherë kjo femër do të shterroj forcat e veta dhe fuqinë e vet dhe nuk do të mundet t'ja dalë. Dhe normalisht këtu dhe fillojnë konfliktet. Pak më herët ne e patëm një bisedë se në disa studime, se ne gjithmonë mendojmë se ndarja proporcionale apo e drejtë apo e barabartë mund të sjellë rahati familjare. Në një studim që ishte bërë në Norvegji, lidhur me ndarjen e punëve të shtëpisë, që është shumë pak kundërintuitive, pak më e çuditshme, pas ka dalë me rezultat se në familjet ku çiftet i kanë ndarë në mënyrë të barabartë punët e shtëpisë, ka pas konflikte më shumë dhe ka qenë shkolla më e lartë e divorcit. Kurse në familjet që i kanë ndarë në mënyrë tradicionale, punët e gruas janë të gruas dhe punët e burrave janë të burrave, ata pas kanë qenë pak më rahat për arsye se pritjet pas kanë qenë më të ulta. Gjithmonë ne presim nga një burr, nga një mashkull, t'i kryej punë që i takojnë një mashkulli dhe nga një grua punë që i takojnë një gruaje që lidhen rreth kuzhinës, pastërtisë.